Ermal, të përshëndes. Tashmë do të ketë një gjykim për Ilir Beqaran, i cili është personi që akuzohet për ekzekutimin e Gentian Betjes, apo jo? Prokuroria e Tiranës ka mbyllur hetimin dhe ka dërguar për gjykim një nga personat e dyshuar për vrasje me paramendim të kryer në bashkëpunim dhe armbajtje pa leje në lidhje me vrasjen e Gentian Betjas në mars të vitit të kaluar në Larush të Fushkrujës. Bëhet fjalë për Ilir Beqaran. Për këtë të fundit Prokuroria e Kryeqytetit ka mbyllur hetimet tashmë dhe ka dorëzuar dosjen për gjykim. Nga ana tjetër, Beqaraj akuzohet për vrasje me paramendim të kryer në bashkëpunim në dëm të Gentian Betjas, si dhe armbajtje pa leje. Nga ana e Prokurisë së Kryeqytetit ka dyshime se Beqaraj jetë personi i cili ka ndihmuar atentatorët, personat të cilën kanë qelluar, pra nuk është ai atentatori, po një nga personat që ka bashkëpunuar për t'i larguar ata fillimisht nga vendngjarja. Për sa kohë në fakt hetimet e prokurorisë nuk kanë zbuluar ende se kush kanë qenë atentatorët, por është bërë i mundur vetëm dalimi i Ilir Beqarajt, ku sipas prokurorisë ky person ka ndihmuar atentatorët pas ekzekutimit të Gentian Betjas dhe më pas ata kanë djegur një automjet tip Range Rover në afërsitë të një fshati, në fshatin Hasan në Fushkruj, dhe nga kjo zonë sipas prokurorisë janë larguar nga Ilir Beqara me një tjetër automjet. Këto në fakt janë zbuluar nga kamerat e sigurisë në kohën kur janë zhvilluar edhe hetimit. Gjithashtu prokuroria thotë se Beqaraj evidentohet se të ketë mbajtur në vëzhgim Gentian Betjan para se të ndodhte atentati, duke i bërë kështu të mundur përcjelljen e informacionit atentatorëve, të cilët më pas e ekzekutuan dhe Gentian Betjan në mars të vitit të kaluar, në 15 mars të vitit 2024. Vetëm 5 apo 6 ditë pas ngjarjes së rënd, policia bëri të mundur në bashkëpunim dhe me prokurorin identifikimin e një prej bashkëpunëtorëve të atentatorëve, duke vënë në pranga Ilir Beqarajn, ku ky i fundit tashmë do të përballet me akuzat e vrasjes me paramendim të kryer në bashkëpunim dhe armbajtje pa leje. Mirë, Ermal, faleminderit për këtë raportim dhe këtë informacione që përsolla sa i përket edhe kësaj dosje.